Zgjedhja e dy anëtarëve të ri në Këshillin Gjyqësor është e duhur, tha kryetari i Këshillit Gjyqësor Aleksandar Kambovski, menjëherë pasi dy anëtarët e rinj të këtij organi, Suzana Joshevska Anastasovska dhe Ardinda Kadri Shahinović, bën botimin solemn para kryetarit të kuvendit Afrim Gashi. Siguren sam дека добивме два врвни професионалци и дека тие ќе бидат додадена вредност на Советот и Советот ќе може конечно да застане на здрави нозе и да ја ostvarува својата уставна надлежност која што има. Joshevska u zotua se do të punojnë për forcimin e Këshillit Gjyqësor dhe rikthimin e integritetit të tij. Ajo më parë si avokate përfaqësonte një nga të akuzuarit në rastin me zjarret në Koçan dhe për shkak të zgjedhjes së saj u shty edhe seanca. Zajednički ќе uspijeme da izgradime jedna silna institucija ili čekor po čekor, hrabro, očetno, odgovorno i trpeljivo da počneme da se движиме во jedan pozitiven pravac i da se zgolimува довербата во судството. Сметам дека треба да почнеме да го применуваме новиот закон за судски совет, да ги донесеме подзаконските акти кои што се врзани за новиот закон и од таму натаму да биде добра основа за градење на со нови сили за силна институција. Përveç Anastasovskës dhe Shahinovićit, pritej të zgjidhej edhe Alban Kadriu, inspektor policie nga Tetova, i cili ishte propozuar nga Vlen dhe tashmë kishte kaluar në Komisionin për Zgjedhje dhe Emërime, por për shkak të miratimit të ligjit të ri për Këshillin Gjyqësor, kjo u shty. Kryetari i kuvendit Gashi thotë se është e mundur që procedura të përsëritet. Најверојатно се намислење да се повтори огласот заради тоа што имаме веќе нов закон и ќе треба сите членови да се изберат по новиот закон. Но тоа мора да го донесат како одлука председателот и членовите на комисијата на изборите и именување. Kohët e fundit, koordinatori i koalicionit Vlen Bekim Qoku deklaroi se së pari do të shohin nëse Kadriu përmbush kushtet dhe kriteret e reja si jurist të shquar sipas ligjit të ri për Këshillin Gjyqësor dhe më pas do ta propozojnë për seancë plenare. Për të kompletuar këshillin, nevojitet të zgjidhet edhe një antar tjetër që duhet të vijë si propozim nga radhët e gjyqtarëve.